Shqiptarët u drejtuan sot në kutitë e votimit për të zgjedhur përfaqësuesit e rinj të Kuvendit të Shqipërisë. Procesi i votimit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit nisi në orën 7 të mëngjesit dhe përfundoi në orën 19, duke u shoqëruar me qetësi dhe organizim përgjithsisht të rregullt në të gjitha qarqet e vendit. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror Zgjedhor, deri në orën 18 kanë votuar 41.37% e qytetarëve, një shifër më e ulët krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021, kur pjesëmarrja në të njëjtën orë ishte 45.48%. Të drejtën e votës e kishin mbi 3.7 milion shtetas shqiptar brenda dhe jashtë vendit, nga të cilët afro 115.000 shtetas votuan për herë të parë edhe këtë vit. Përpjekjet për të përfshirë diasporën në votime nuk dhanë rezultatin e plot. Nga 254.000 zarfe të regjistruara, vetëm 191.000 kanë mbritur në Shqipëri, çka përfaqëson rreth 78% të totalit. Në përfundim të procesit u raportuan disa raste shkeljesh të ligjit për fshehtësinë e votës. 7 persona u arrestuan në qytete të ndryshme për fotografimin e fletës së votës, mes tyre një grua 56 vjeçare në Elbasan, një tjetër me të njëjtin profil, si dhe emra të tjerë si Hasan Doka, Redion Lelo, Renato Fieri. Ky i fundit ish punonjës policie. Në Gjirokastër, një 30 vjeçar nga Kulcyra u ndalua nga struktura e posaçme për hetimin e krimeve zgjedhore, ndërsa në Librazh u arrestua një tjetër person me të njëjtën akuzë. Zgjedhjet e këtij viti u zhvilluan në 11 subjekte në garë, prej të cilave 3 janë koalicione dhe 8 parti politike. Në total, 2046 kandidat konkurrojnë për 140 vende në parlament, ndërsa për herë të parë në asnjë qark nuk ka kandidat pavarur. Struktura e listave përfshin emra të vendosur në lista të mbyllura, me përparësi nga vetë partitë dhe lista hapur ku rënditja varet nga vota preferenciale. Në Vor, në kampin politik Partia Socialiste udhëhequr nga Edi Rama synon mandatin e 4 qeverisës, ndërsa opozita me koalicionin Shqipëria Madhështore drejtuar nga Sali Berisha kërkon rikthimin në pushtet. Në garë janë edhe forcat e reja politike si Lëvizja e Arlind Qorit, Koalicioni Euroatlantik i Lulzim Bashës, PSD-ja e Tom Doshit dhe disa të tjera me programe dhe kauza të ndryshme. Procesi i numërimit tashmë ka nisur në të gjitha qendrat e numërimit të votave dhe pritet që në orët në vijim të nisin dhe të shpahen rezultatet paraprake. Paraditën e sotme, pranë gjimnazit Petronini Luarasi në Tiranë është raportuar një incident i rënd që lidhet me zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Partia Demokratike ka denoncuar praninë e një zyre të padeklaruar, e cila dyshohet se është përdorur nga Partia Socialiste për një veprimtari të palishme në zgjedhje. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për Tiranën, Bilind Klliçi, deklaroi për mediat se në këtë ambient janë gjetur materiale zgjedhore, pajisje elektronike dhe shuma monetare, të cilat dyshohet se janë përdorur për të ndikuar në vullnetin e votuesve. Sipas Klliçit, disa persona janë larguar me shpejtësi nga ambientet sapo është bërë denoncimi, duke marrë me vete pajisje dhe dokumente. Dera ka qenë e hapur, menjëherë u kanë bërë thirrje se kush janë si individ. Kanë hequr hartat nga mori, kanë mbledhur plaçkat dhe kanë ikur. Nëse dikush nuk ka shkelur ligjin, nuk ka pse ikën me vrap, u shpreh Klliçi. Në vendngjarje kanë pritur dhe deputet Partisë Socialiste si Erion Braçe, i cili ka deklaruar se ambienti është zyra e tij e punës, por ka mohuar të njohë personat që ndodheshin aty. Sipas Partisë Demokratike, në këtë ambient janë parë edhe zyrtar të administratës shtetërore, përfshirë drejtoreshën e Agjencisë Inovacionit dhe Ekselencës Enkeleida Imeraj. Policia e Tiranës ka shoqëruar 3 persona të përfshirë në këtë incident për t'i marrë në pyetje. Ndërkohë, Partia Demokratike ka kritikuar reagimin e ngadalt të policisë së shtetit, duke theksuar se janë bërë 6 telefonata për të njoftuar për incidentin, por reagimi ka qenë i vonuar. Ky incident ka shtuar tensionet në ditën e zgjedhjeve, duke ngritur shqetësimin për integritetin e procesit zgjedhor dhe përfshirjen e strukturave shtetërore në veprimtari të palishme. Këto hartat e Tiranës. Vota, e dini vota. Kush je ti? Hajde këtu. Se ikni me vrat. Se ikni me vrat. Jeni kamera që t'je. Prisni këtu se po vjen policia. Prisni këtu se po vjen policia. Ishe ka fuqi. Ishe të shohim kush janë. Procesi i votimit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit është mbyllur zyrtarisht në orën 19 në të gjitha qendrat e votimit. Megjithatë, në disa qendra ku qytetarët ishin ende në radhë në atë orë, u lejuar përfundimi i procesit sipas rregullores së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në total, 3.713.761 shtetas shqiptar kishin të drejtën e votës në
5.225 qendra të hapura në mbar vendin. Ndërta, 114.642 qytetarë votuan për herë të parë, një numër që përfaqëson një brez të ri votuesish të përfshirë për herë të parë në jetën politike të vendit. Këto zgjedhje shënuan gjithashtu një tjetër risi, përfshirjen për herë të parë të diasporës në procesin zgjedhor. Rreth 246.000 emigrantë u regjistruan online në sistemin e KQZ-s për të votuar. Deri tani mësohet se mbi 200.000 zarfe të dërguara nga jashtë vendit kanë pritur në Shqipëri dhe pritet të numërohen në ditët në vijim. Numërimi i votave do të nisë pas mbylljes së plotë të qendrave dhe dorëzimit të kutive në qendrat e numërimit të votave, ndërkohë që pritet edhe publikimi i rezultateve të para, veçanërisht nga zonat me votim elektronik. Në vlerësimin ton bazuar në atë çfarë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë ditës së sotme ka monitoruar, procesi ka shkuar në pjesën e tij dërmuese me një përjashtim sporadik në përputhje me të gjitha rregullat dhe standardet. Problematikat e konstatuara kryesisht në mëngjes në momentin e hapjes votimit janë adresuar menjëherë nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Përfshi këtu problematika që lidheshin me paraqitjen e komisionerëve në qendrën e votimit, të operatorëve të përdorimit të pajisjeve elektronike të identifikimit. E me këtë rast sjell edhe një herë në ndjenin tuaj që procesi i identifikimit elektronik ka shkuar shumë mirë, përveç ato 4 raste kur operatorët nuk u paraqiten dhe 4 të tjera ku pati u ndërprer procesi i identifikimit me pajisje dhe u kaluan në identifikimin nëpërmjet listës së zgjedhësve. Kemi patur shkëmbimet e informacionit me prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm për 5 raste, 2 raste në Tiranë, 1 rast në Elbasan, 1 rast në Korçë dhe 1 rast në Berat. Informacionet të cilat i kemi marrë ne si KQZ nëpërmjet monitoruesve apo dhe inspektorëve të terrenit dhe këto informacione në gjykimin dhe në vlerësimin ton të lidhura me akte që mund të vlerësohen si të shkelje të karakterit penal, ja kemi përcjell këtyre prokurorive për kompetencë shqyrtuese të mëtejshme. Përpara se ta përfundoj këtë paraqitje informative në lidhje me mbylljen e procesit të votimit, sjell në vëmendje që tashmë kalojmë në fazë po kaq të rëndësishme dhe të procesit të numërimit dhe të vlerësimit të fletëve të votimit. Dhe ajo çfarë më së pari të gjithë do duhet kemi në vëmendje është qetësia që do duhet tu krijojmë veçanërisht partitë politike dhe udhëheqësit politik, atyre të cilët janë angazhuar në këtë proces, numërues, antar të komisionit. Është e këshillueshme që edhe pse është në përputhje me detyrimin që kanë të gjithë për të respektuar kërkesat e ligjit, që deklarimet për rezultatet të cilat vinë vetëm pas vlerësimit të fletëve të votimit, paraprakisht nga përfaqësuesit politik, janë pas një lloj vlere dhe janë me kontribute jo pozitive në mbarvajtjen dhe integritetin e procesit. Tashmë qytetarët shqiptar kanë votuar, votat gjenden në kutitë e votimit, të gjithë do duhet kemi durimin të presim numërimin dhe vlerësimin e këtyre votave. Është një proces edhe i vështirë, veçanërisht për ata komisionerë dhe numërues që do të angazhohen, e dim shumë mirë se si realizohet ai proces. Ndaj është me rëndësi që të ketë qetësi dhe vetëm mbajtje nga të gjitha palët politike për këtë proces. Kemi krijuar të gjithë infrastrukturën që ky proces të monitorohet dhe të vëzhgohet nga përfaqësues partive politike, nga kandidatët të cilët e kanë të drejtën për të qenë prezent ndaj numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit, vëzhgues të tjerë, media natyrisht,
Dhe besoj që nëse të gjithë do të bëjnë atë çfarë ligji ka përcaktuar për të bërë në këtë rast, ne do të kemi rezultatin paraprak të zgjedhjeve brenda fatit përcaktuar nga Kodi Zgjedhor, pra jo më vonë se pas ditja e ditës martë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dhe këtë e konfirmoj me vendosmëri, nuk do të toleroj asnjë rast apo iniciativë e cila shkon kundër integritetit të procesit të numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit. Në zonën zgjedhore në KZAZ numër 43 në Kavaj, procesi i votimit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit është mbyllur me një pjesëmarrje të ulët të qytetarëve. Sipas të dhënave zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nga 62.890 zgjedhës me të drejtë vote, kanë votuar vetëm 19.966 persona, duke përbërë 31.75% të pjesëmarrjes totale. Shifra tregojnë një interes të ulët të qytetarëve të Kavajës për të marrë pjesë në zgjedhje, në një prej qarqeve që historikisht ka pasur një mobilizim më të lartë elektoral. Procesi në këtë zonë është zhvilluar pa incidente, ndërsa kutitë e votimit janë dorëzuar në qendrat e numërimit. Përfaqësues të forcave politike nuk kanë dhënë ende komente zyrtare për nivelin e pjesëmarrjes, ndërsa vëzhguesit lokale cilësojnë këtë si një mesazh i heshtur nga elektorati që mund të ketë ndikim në rezultatin përfundimtar në këtë zonë.